Dashur qytetarë, këtu jemi në Durrës për Romano. Po ta kthejmë videon. Hidrovorët të fundit nuk punojnë. Pra kapaciteti i hidrovorëve sot nuk në kapacitet plot. Kjo është qeveria shqiptare që përmbytet Durrësi dhe fajin e ka shiu i madh që ka rënë. Nuk e ka fajin investimi i tyre i bërë që janë 10 miliona euro. Hidrovori Porto Romanos është ndërtuar mbi bazën e një studimi shkencor, duke përcaktuar pikën më të ulët të basenit ujë mbledhës të gjithë sipërfaqes, shprehet inxhinier Ardian Zhamo. Në këtë basen, kur nuk ka reshje, përllogariten rreth 10 milion metra kub ujë. Kuota e ujit në hidrovor duhet të jetë në këtë periudhë minus 3.90 metra nga niveli i detit, që do të thotë se kur niveli fillon të rritet, pompat hynë me radhë në punë me një sistem të komanduar sipas ngritjes së nivelit të ujit, i cili mban në tërheqje dhe shtutje të gjithë sasinë e ujit që vjen në hidrovor. Hidrovori është llogaritur të largojë ujërat e Durrësit, pra ujërat e zeza dhe ato të shiut. Ky hidrovor përcjell ujërat e të gjithë kanaleve sekondare dhe terciare. Kanali i ujërave të larta të qytetit transporton ujërat e Kodrës në Porto Romano direkt në det, jo në hidrovor. Kanali i ujërave të larta që shkarkon te Kovallishenca grumbullon ujërat nga Xhavzotaj në Nishtulla e Plepa dhe derdhet në det. Atëherë pse përmbytemi? Kanalet sekondare nuk përcjellin ujë sepse janë të bllokuara nga gëlqere, dhera dhe tombino të ndërtuara nga persona të paautorizuar. Kanalet sekondare në shumicën e rasteve nuk ekzistojnë më. Hidrovori i zhvendosur është një çmenduri inxhinierike e denjë për hetim. Kush e dha urdhrin, cili inxhinier e projektoi, kush dhe pse u ndërtua duke i ditur pasojat. Shkrimin e plot mund ta lexoni te Gazeta Dita.